Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë në televizionin Fox News, në emisionin e përjavshëm nga Kalaja, ku ditën e sotme do të diskutojmë për çështjet e aktualitetit politik që na lidhin faktikisht me protestën e 17 prillit, një protestë e cila ndryshe nga protestat e tjera që kemi lënë pas, u karakterizua nga akte të dhunshme sa i takon policisë duke ndërhyrë barbarisht tek protestuesit. Nuk kishim parë ndonjëherë që policia të ndërhynte brenda për brenda protestës. Kishim parë që hidhnin gaz lotësjellës ose kujdeseshin që protesta të shpërndahej, por që të kishin një sulm drejt për drejt në bashkë në zemrën e protestës, kjo ndodhi pikërisht ditën datën e 17 prillit. Jo vetëm kaq, janë sulmu dhe njerëz tjerë, deputet, njerëz zakonshëm, kemi arrestime dhe kemi arreste me burg kësaj radhe. Pra është një temë shumë e gjerë që i ngërthen të gjitha, prandaj unë jam tregu i kujdesshëm për me ftu sentimente të ndryshme dhe profesione të ndryshme në këtë emision. Pa humbur kohë, ju e keni ndjekur edhe nëpërmjet anoncimeve në rrjetet sociale, do doja të prezantoja panelin. Keda Kaceli, antar e Këshillit Bashkiak Tiranë, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni sot. Edhe të shkuar. Faleminderit. Maringlen Doçi, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, një herë është edhe i dërguar i kësaj partie për Vaun e Dejes, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Ola. Lajsi. Faleminderit. Kam po ashtu zotin Ilir Ali Mehmeti, i cili është shefi i Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike. Mirëmbrëma Ilir. Mirëmbrëma, faleminderit. Faleminderit. Të fundit, por jo për nga rëndësia, mikun tim, avokatin e mirënjohur Henry Bici, i cili do të na sqarojë ditën e sotme edhe pasojat që kanë protestuesit në raport me protestën, pasojat ligjore. Henry, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Faleminderit që je me mua sot. Ilir, do doja ta nisja me ty këtë bisedë parë. Si të duk protesta kësaj radhe? Ti ke qenë aty, domethënë, çfarë pati ndryshe që këta ndërhyn tek protestuesit? Po, nuk pati ndryshe asgjë nga protestuesit. Protesta nis paqësore, nis me fjalime, nis me tubime, mitingje, njerëz që shprehin revoltën e tyre ndaj një qeverie, se në radh parë duhet kuptojmë që është kjo qeveri që ngjall revoltën, se përndryshe nuk do flisshim dot për pjesën tjetër, ajo është hallk e parë e zinxhirit. E më pas ne kemi parë protestë mas protestë çuditëra. Pra, çudi një protestë tjetër kur u ndërprer dhe fjala e kryetarit, pra u gjuajt direkt pa pas asnjë lloj arsyetimi. Ktu na ndroi, ndoshta është kjo situata që është nuse për herë të parë ky kryepolici, drejtori i madh i policisë e do të tregoj që tashti un kam një lloj dore tjetër në krahasim me çfarë ishte. Pra këto mund të bëjnë spekulime sa dush, por në radh parë policia ekziston si parim, ekziston për të ruajtur rendin dhe qetësinë, jo për ta dëmtuar atë. Dhe nëse ju doni të bëni një dallim nëse një shtet është një shtet normal perëndimor bazuar mbi demokraci apo jo, shihni perceptimin që kanë njerëzit mbi policinë. Atje ku populli policinë e percepton si një shërbim, si njerëz që të shërbejnë, që të mbrojnë, që në rast nevoje janë aty për të ndihmuar, këto shtete janë shtetet konceptit perëndimor. Aty ku populli e shef policinë si diçka për të pas frikë, se që fëmijës vogël i thuhet kujdes se erdhi polici, këto janë shtetet të klasike ndërmjet autokracisë dhe diktaturës. Ato bëjnë interesin e atyre që u japin urdhrat. Dhe fatkeqësisht në kokat më të larta të policisë, nuk mund të flas për rreshtat e policisë në total. Nuk mund të flas për forcën policore në total. Por në numrat atyre që u komandojnë ata, pra ata që i kanë kokë, ne kemi parë shumë qartë lidhjen e tyre me kartelet e kriminalitetit. Kemi parë shumë qartë simbiozën shtet-kriminalitet në të gjitha aspektet e saj, dhe dosja e Akshit, skandali i Akshit i dhjetorit vitit kaluar, bëri këtë të qartë, unë mendoj, për këtë. Kështu që ne nuk jemi përkarshi thjesht një keq qeverisje, ne jemi përkarshi një mbijetese simbiotike ndërmjet autokracisë dhe kriminalitetit, të dyja bashkë. Sa për të kuptuar juve se për çim punon shteti, gjatë javës kaluar që jo vetëm protesta, po që fatkeqësisht dhe një zjarr këtu në Unaz të Tiranës, tek farmacia 10. Po të shihni juve zjarr fiksit që s'kan pajisje mbrojtëse. Dhe zjarr fiks janë 10, 15, se është numri i vogël zjarr fiks. Pa maska, pa helmeta mjaftu, pa mbrojtje antizjarr, ujë s'kishin. Ndërkohë kur vjen puna tek protesta, e ke mira polic me skafandra, mira polic të veshur sikur do dalin në luftë, ujë pa hesap, me piper, pa piper e me radhë. Pra, duket qartë që kur vjen puna për të shërbyer nuk e kemi shtetin, por kur vjen puna për të kundërshtuar popullatën e vet, shtetin aq që kanë kom komplet.
Pse? Interesante. Për të mbrojtur ata njerëz ndaj cilëve i drejtohen populli. Pra dhe një herë, ajo koncepti për të mbrojtur dhe për të shërbyer, që duhet jetë forca policore, nuk ekziston fare si koncept në Shqipëri. Këtu është po, për të mbrojtur dhe për të shërbyer, por jo njerëzit. Një grup të vogël aty njerëzish. Me në krye Edi Ramën e disa kryetar grupesh kriminale që kemi në për Shqipëri në zonat ndryshme. Fatkeqësisht kjo është e vërteta. Dhe ndaj kësaj nuk ka sasi që përveç se ti qëndrosh përballë, nuk mund bësh dot palë me këtë. Pra ka disa njerëz që janë largu, kanë menduar që nuk e bëjnë dot dhe janë largu, e kanë lënë Shqipërinë. Po, e kanë largu, janë largu. Është një lloj forme zgjidhje e problemit dhe ajo, patjetër jo e zgjidhje e problemit kombëtar, po e zgjidhje e problemit personal. Nuk besoj se kanë bërë me dëshirë të madhe këtë punë, por forma që unë mendoj që është forma më e drejtë, më e saktë, është qëndresa. Duhet i qëndrosh përballë, sepse vetëm në këtë lloj forme mund t'ja dalësh. Okej, Maringlen, ti ke qenë brenda në analet e protestës, ke lëvizur në kam parë atë ditë, ke qenë aktiv, domethënë, një herë kam patë cepi kryeministrisë, ku ka qenë dhe grupi policëve, pastaj te pjesa dy kullave dhe të kam pa pastaj shumë aktiv. Na thuj një detaj nga protesta, ç'a ndodhi ndryshe kësaj radhe? Vle për t'u përmend që ke qenë personi që më ka dhënë një informacion shumë të rëndësishëm, i lirë para protestës, më ka thonë sot do ndërhyet nga policia. Këtë informacion më ka dhënë Maringlen. Atëherë ulon protesta ka vijuar si aksioni i opozitës, si gjitha protestat e tjera, janë thirrë qytetarët nga mbar Shqipëria për të shprehur kundërshtinë me gjithë politikat dhe me gjithë këtë që po bën qeveria e Edi Ramës. Natyrisht unë gjithmonë para protestës domethënë jam ndër të parë që vinë shesh dhe vëzhgoj gjitha lëvizjet e policisë shtetit, sepse po ka një gjë që unë jam i specializuar për protesta. Kam që fëmijë që merrem me këtë gjë dhe deri në moshën 31 vjeçar i rritur për këtë gjë dhe unë në mënyrë jo përmburje, po në mënyrën më profesionale të mundshme, unë mund ta parashikoj se si do shkojë një protestë akoma pa filluar protesta dhe nga lëvizjet që kam parë nga policia e shtetit, mënyrën se si ata e kishin ndërthurur të gjithë shpërndarjen e tyre në hapësirat e bulevardit, kam vënë re që kjo protestë do të shoqërohet me akte dhune drejt për drejt nga policia përmbi protestuesit. Kemi patur edhe raste të tjera ku policia e shtetit ka futur persona në mes të turmës për të bërë, pra për të inskenuar akte të ndryshme më pas për t'i përdorur, por kësaj radhe ata ndryshe nga herët e tjera nuk futen civil në protestë, por kishin parashikuar që ata do ndërhynin në protestë. Dhe çdo gjë ka qenë mirë llogaritur, që nga ndërhyrja pra për të kapur ata njerëz të cilët ose protestues të cilët mund të dukeshin që në një moment mund të kenë një reagim kundrejt policisë, pra në një moment të caktuar, deri tek njerëzit pra përfaqësuesit politik të Partisë Demokratike, ku rasti kryesor i tij, zoti Luciano Boci, zoti Klevis Balliu. Ju nuk jeni figura që nuk njiheni. Në çdo natë televizione kombëtare dhe një polic nga më i thjeshti edhe roje i parkingut të një drejtorie policie po tjetë, figura Aulon Kalas, Luciano Boci, të tjerëve me radhë identifikohet lehtësisht sepse janë çdo natë televizione. Dhe çfarë kanë bërë ata? Në momentin e parë, pra që kanë parë një përmbyllje të fjalimeve, ata kanë ndërhyrë duke goditur në radhë parë me atë makinerinë që doktori e tha shumë mirë që mund ta përdorin për të fikur zjarrin, por kanë goditur me atë makinerinë që përmban ujë me piper dhe në formë shigjete një grup policësh kanë ndërhyrë në mes protestuesve për të arrestuar protestuesit. Dhe gjë që solli edhe parashikimin tim sepse ne kishim diskutuar edhe paraprakisht sot do ketë tanim kujtohet. Që do ketë një ndërhyrje të policisë, pra me gjithë ato rrethanat që shikoja unë. Pse u ndërhyjmë se këtë atëherë, unë mendoj që ndërhyrja e policisë shtetit ka ardhur sepse dita ditës qeverisë Ramës po i ngushtohet laku dhe ne po shkojmë drejt një diktature dhe në moment që po shkojmë drejt një diktature kemi një agravim dhe acarim të pushtetit karshi popullatës vetë për të futur terror, për të futur frikë. Shiko, kemi disa analista, duan të lënë protestat, kjo ka qenë mesazhi kryesor. Përveç pjesës që Skënder Hita donte tregonte aftësitë e tija në drejtimin e policisë shtetit, servilizmin karshi Edi Ramës e me radhë, unë shikoj që ka shumë analist
dalin thonë që policia e shtetit ndërhyri sepse e pa që kishte pak protestues dhe kundra përgjigje nga ana e protestuesve do ishte më lehtë dhe gjetën një moment delikat për të ndërthurë këtë propagandë, por unë kësaj radhe e shikoj ndryshe. Nuk është e vërtetë që s'ka pat pjesëmarrja ishte masive, por unë shikoj që kësaj radhe u gjet një mënyrë nëpërmjet një aksioni policor, unë kështu e kam konsideruar, nëpërmjet një aksioni policor për të shpërndur terror dhe për të munduar për të stopuar të gjithë atë rritjen dhe masivitetin e protestave të ardhshme të opozitës. Me idenë që do dalin më pak. Dhe kemi disa analistë që thonë që shiko se po paksohet dhe faktikisht kur paksohen protestat do thotë që rritet terrori. Po pra, kjo ka qenë mesazhi. Keda, do doja edhe nga ti një sentencë farë, domethënë si e peti këtë protestë, ndryshe nga herët e tjera, domethënë ç'a ndodhi? Kur unë fatkeqësisht isha larg këtë herë, në protestën e shkuar isha edhe unë prezente, gaz kemi hëngër të gjithë dhe tash jemi mësu. Po nuk jemi mësu që të na mësy policia. Policia që mban një uniformë të cilën duhet ta respektojë sepse është në nder të saj dhe të simboleve kombëtare, por në radh parë edhe në dobi dhe në shërbim të qytetarit që pagun taksat, pra qytetarët janë ato taksapaguesit për të cilëve ata marrin rrogat. Dhe kryesisht qytetarët duhet ndjehen të mbrojtur nga policia, qofshin ata kundër qeverisë apo pro qeverisë, duhet ta ndjejnë policin afër tyre, gjë që e kemi parë prej vitesh nuk po ndodh dhe në kohët e fundit kjo sjellje ka ardhur duke u ashpërsu shumë më tepër dhe duke u egërsu shumë më tepër. Unë nuk e prita realisht një sulm ndaj personave të njohur, të mirënjohur, siç tha Marin Gleni, neve kemi ti që je gazetar i njohur në ballë të protestave që sa je fëmijë, je gjithmonë nëpër televizione një personazh i njohur. Po ashtu profesor Boçi, po ashtu Flamur Noka, po ashtu Klevisi. Pra kemi personazhe që janë të njohur dhe janë godit dhe pse janë personazhe politike, ato gëzojnë edhe imunitet parlamentar. Pra është godit në një formë shumë të dhunshme edhe vet aktori politik. Kur e pash fillimisht protestën duke u mbledhur, mu duk se do ishte një protestë goxha e suksesshme, gjë që neve po na ankohen shumë edhe nga tanët, bile unë atë ditë kam qenë shumë e nevrikosur me njerëzit që e mbajnë veten për të djathtë dhe na nëpërkëmbin në sakrificën tonë që dalim nëpër protesta dhe kjo për mua ka qenë shumë e dhimbshme atë ditë. Se ç'a ndodhi? Kishte kështu një listë me këta. Një lista, kishte njerëz që vete kërkut, e kuptoj, vete kërkoni, pse, domethënë duke i dal krah narrativës së shumtuar të qeverisë që protestuesit kërkojnë dhunën e ndërsjell duke u sjell me akte dhune që janë ato molotovët apo fishek zjarr si përfundim, sepse s'janë as bomba ato bomba karta i thonë atje në Itali, këto shishet që pra, kjo pjesa e shëmtuar nga ana atyre që duhet na përkrajnë, mirë nuk del në protest, po të paktën solidarizo. Dakor, po sipas teje, pse u ndërhyj kësaj radhe kështu, këtë lloj mënyrë? Pra duhet di qasjen tënde. Si e pe nga larg? Kam një, domethënë 2-3 opsione. Në radh parë dhe kryesisht friksimi. Domethënë ta friksosh, pra që mos dalin më njerëz sepse këto me të vërtet po paksohen dita ditës, por duke ushtru akt dhune mbi njerëz të njoft, imagjino se, domethënë kur ne rrafim Luciano Boçin, imagjino se çfarë mund t'i bëjmë një njeriu të thjeshtë. Qartë. Pra demotivimi protestuesve. Demotivimi i protestuesve. Okej. Tjetra, këto është si puna e qenit që në ngordhje bëhet më agresiv dhe i shkreti qenit është kafsh fisnike, po këto janë realisht jena. Si duket
janë duke ndjequr në një farë mënyre prej veprimeve të veta, po i vjen fundi. Të bëj një pyetje te kjo, a mendon që efekti ndërkombëtar për shembull media italiane kësaj radhe kishte dhënë një hon protestës? Mendon që këta po luftojnë dhe efektin ndërkombëtar që mund të sjell protesta, pra nuk duan më që të kenë kështu ty me flak që t'jepet ideja në mediat spanjolle, gjermane, austriake që Shqipëria po digjet? Edhe kjo, Ka efekt te edhe kjo, po unë mendoj se media gjithsesi sot është shumë e kollajshme ta pasqyrosh çdo eveniment, çdo ngjarje që ndodh. Kështu që sado këto ta minimizojnë, nëse një media do e ndjeki një ngjarje, do ta shfaqe. Okej. Henry, do doja të dalësh atë ti tani, sepse ti avokat dhe ke parë besoj që ka pasur disa procedime penale, ka pasur arrestime në flagrancë, ka pasur njerëz që janë marrë edhe pa lidhje, domethënë. Shiko, doja të ndaja vetëm një mesazh që ma dërgon këto momente Luan Baçi, deputeti i Partisë Demokratike që na ndjek, thot në Henry Shaplo, thot, e kanë marrë pas një provë, ishte me duar në xhepa në shesh dhe Sem Bici ishte tek Alaja duke ecur protestues, thot, janë në paraburgim në Fierit dhe janë duke kujdes, thot, jam në Jo Fierit. vetëm kaq, por Henry Shaplo, veçanti, është godit barbarisht. Nuk e dim nëse me dorez hekur janë ndonjë mjet tjetër. Po, me një goditje shumë të madhe. Kam qenë ambientet e spitalit ushtarak, ku po kujdesshim për Aulonin dhe për disa të plagosur të tjerë, dhe policia e detyronte të nënshkruante, më fal për ndërhyrjen, e detyroi të nënshkruante sikur është rrëzuar me motor. Sepse ai ishte komplet paqësor, nuk kishte asnjë mjet që mund të konsiderohet si armë ftohtë ose shkopinjose, dhe ka qenë shumë i dëmtuar në sy. Do më thënë dhe rrezikon, po, syri mbylli komplet dhe sipas doktorëve të traumës rrezikonte shikimin dhe doktorët her pas here ndërhynin ke policia e cila rrinte mbi krevatin atij 4-5 polis duke ndikuar, duke ushtruar presion që të nënshkruante sikur është rrëzuar me motor duke ikur. Duke mos leju as tomën e vet ta viziton, ta qite. Pra po flasim për një moment që ne ndodhemi në spital. Pra nuk jemi në bulevard, nuk jemi në protest, është në spital, është një shtruar. Është një i smur në atë moment. Tek Ushtaraku. Është postuar më pas ke Ushtaraku. Dhe nuk lejon as familjarët e tyre s'kan leju. Dhe në ato kushte e kanë gjyku dhe para burgos. Qartë. Ky tani e kanë çuar në Fier, po më thotë. Eksakt. Po sa kanë ndryshuar kushtet e tij? Sepse ai minimalisht tani ka nevojë për një skaner tjetër kontrollit. Unë se kam idenë fare ti e doktor dhe ti e vlerëson. Në kushte traume nuk mund të çosh në burg një njeri, një smur që ka nevojë për ndihmë të parë. Po pse në Fier më vë? Në çfarë do lloj institucioni? Okej. Henry. Dhe ripërsëris dhe një njeri komplet, për rastin zotë Shaplo e di edhe unë këtë me siguri, se çdo rast kemi ndjek, jo në çdo moment kemi qenë afër për t'i parë gjë. Një njeri komplet paqësor me disa djem tjerë, thjesht duke qëndru para kryeministrisë. Thjesht pranishëm. Thjesht marr, goditur, dëmtuar dhe burgosur. Henry, doja që kryesisht neve zakonisht të gjithë protestuesit janë pa mjete, pa... Po, dakor, kjo është... Henry, du një vlerësim tani nga ana jote, prandaj të lash në fund. Po, në gjithë të raste që u përmendën, duke parë dhe veprimet që ka kryer policia e shtetit, që pretendohet se ka kryer, duket është i qartë që janë veprime në kundërshtim me ligjin. Policia e shtetit është një organizatë shtetërore që duhet kujdeset si për organet publike, por edhe për protestuesit që janë në rrugë, pasi ata janë qytetarë që paguajnë taksa dhe si që ruan rendin dhe qetësinë publike, duhet garantojë dhe të drejtën e tyre për të protestuar. E drejta protestës është një drejtë themelore që çdo kush e ushtron kur e ndjen të arsyeshme, pa u ndjer i trysnuar apo i cënuar. Dhe në çdo moment, qofse një grup njerëzish apo nuk po marrim rastin konkret se jemi përballë një proteste të organizuar nga partia më e madhe opozitare në vend, pra një protestë e deklaruar, protestë e parashikuar më parë, dërguar njoftim në organet e policisë, pra sepse duhet kuptojmë, nuk merret leje për të protestuar, sepse nuk ka kuptim as ligjor as logjik të marrësh leje për të protestuar. Dhe nuk mundet që policia e shtetit apo çdo organ tjetër
të vendos shina se si ti të protestosh. Duhet kuptojmë, jemi përballë disa personave që kanë dalë për të shprehur indinjatën e tyre në bulevardin qendror, kur nuk po pengojnë asnjë veprim që ndikon në jetën dhe shëndetin e personave tjerë që nuk janë protest. Pra nuk kemi pengim të lëvizjes mjeteve, ambulancave, zjarfikseve, pra jeta vazhdon në pjesën tjetër të qytetit, qytetarët po protestojnë. Policia e shtetit më syn në mes të protestës. Kjo absolutisht nuk lejohet dhe unë nuk e kuptoj sepse policia vepron në bazë të ligjit, jo në bazë të urdhrave. Urdhrat mund të jenë edhe të palishëm dhe ti ke drejtën si punonjës policie mos i zbatosh, sepse nuk mundet të mësysh në një protest në mes të qytetarëve dhe përfaqësuesve të tyre, pasi aty ka pas deputet, si që ke qenë ti gazetar në rolin e gazetarit apo aktivistit politik, ka pas persona tjerë me funksionet ndryshme, që i kanë dalë balë protestës, pra janë persona lehtësisht të identifikueshëm që kanë marrë përsipër të kryejnë veprime në protest. Dhe një mësimi e tillë ndaj gjithë kësaj mase njerëzish, duke përdorur dhunë, që ajo është dhunë sepse nuk ka proporcionalitet fare në veprimet që kemi parë nëpër video. Pra të mendosh që të ndalosh dhe arrestosh persona që janë duke qëndruar në bulevardin qendror me duar në xhepa, absolutisht flagranca është shumë e ndarë nga ligji, pra personi ndalohet dhe arrestohet në flagrancë kur është në kryerje të një vepre penale, pra në kryerje sipër. Si mundet një person duke qëndruar pa kryer asnjë veprim të merret aq më tepër pastaj në veprime të tjera që janë si goditja, ushtrimi i dhunës fizike ndaj tyre, kjo pastaj është përtej dhe normalisht duhet të ketë patjetër referim në organet e prokurorisë dhe agjencisë mjekëqyrjes policore për këto veprime, duke qenë se shumë veprime janë dokumentuar në sa kam parë me video, siç ka qenë dhe rasti jot. Kështu që këto duhet të referohen patjetër. Avokat, të bëj një pyetje këtu? Jo, pasi ta mbarosh, jo, bëre. Te ideja që duhet kemi parasysh që dhe për policinë e shtetit ka vepra penale që mund të konsumohen. Kemi shpërdorimin e detyrës. Tu e kam pyetje. Pra kur ti te kalon me veprimet e tua, i te kalon kompetencat që ka dhënë ligji, atëherë ti janë kushtet e shpërdorimit të detyrës. Aq më tepër duke dëmtuar fizikisht personat. Pra edhe sikur ti të arrestosh një person në flagrancë që a priori e sheh që është duke konsumuar një vepër penale, prap nuk lejohet të ushtrosh dhunë. Ti duhet të neutralizosh një person në rast se është duke kryer një vepër penale me veprime që janë të matura mirë, të peshura, ligjore, duke mos e dëmtuar fizikisht. Pra ti je në raport të barabartë me kundërpërgjigjen. Në rastin konkret kemi pasur sulm, pra që kur përmendim fjalën sulm, nuk kemi më proporcionalitet. Unë jam dëshmitar, domethënë, dhe më kanë kallëzuar, policia e shtetit më ka kallëzuar mua penalisht për veprën penale të goditjes për shkak detyrës. Pra përveç pamjeve që pamne deri tani se si jam goditur, ndërkohë unë përballem me këtë vepër penale që ti e di mirë, burgosesh nga 1 deri në 5 vjet burg, domethënë për këtë vepër penale që unë akuzohem. Tani në rast se unë kam godit policinë, pse nuk më arrestuan në flagrancë? Ose në rast se unë kam godit policin për shkak detyrës, siç ata më akuzojnë, pse nuk më arrestuan te spitali ushtarak? Ose tani që jemi këtu, du një përgjigje nga ana jote, nga ana ligjore. Ata them unë nga ana paqen ligjore, nuk du ta personalizoj lirë, vetëm thjesht. Ja ta them. Si e shohun këtë? Ata, unë besoj që ti vetë do shkoje sa po të bëje mirë për ti. Po do bëhesh mirë përpara, se s'mund shkoje kur je shtruar në spital. E si rrëdhoj ata veprojnë përpara, në mënyrë që ta relativizojnë, që ai domi duket si më i vogël. Kur dy palët pa disin njëri tjetrin, atëherë duket sikur është e paqartë kush e ka këtë fajin, e kupton? Qartë. Dhe kësaj puni dalin përpara ata. Okej, po kjo është policia e shtetit, nuk kemi dy persona kështu që vijmë nga rruga ose po sepse kështu dhe ti për shemb. Se kështu flasin nga ana shoqërore se ata janë ke gjyqi popullor më. Ta kuptojmë, ato janë ke niveli gjyqi popullor, nuk janë se ke ty s'do gjen asnjë gjë ata. Ti je shumë qartë, po ato stojnë sa njerëz kanë pas pa fare, sa kanë arrestu kod dhe i kanë lshu pastaj mbrapa, sa stime kanë qenë të paligjshme, e kupton? Se kanë një problem të madh, thonë edhe ka bërë dhe burg dhe pastaj ka qenë i pafajshëm, ka bërë se japim dëm shpërblim. Sipas kësaj logjike, mbrojtja më mirë sulmi. Jo, po, rasti jot ka qenë i dokumentuar, pikërisht, duke qenë se kanë pasur, domethënë
kam patur kohën të mendohen të shohin veprimet e tua që ke deklaruar që në fillim që unë kësaj çështje do t'i shkoj deri në fund. Ka marrë dhe kartelën nga spitali ushtar. Patjetër. Dhe normalisht i vetmi veprim që i ka ngelur për të bërë, po që për mua është nul, se nuk e di në prokurori unë pres së shpejtit njoftohesh për vendimin e mos fillimit procedimit penal ndaj teje, se do ta quaja pastaj një zoti vënë një epitet nëse do regjistroj procedim penal për ty për goditje për shkak detyrës, pasi është një vepër shumë specifike që ligji e parashikon qartë rastet kur jemi në këto kushte. Ti në video dukesh qartë që je me shpinë nga policia e shtetit kur goditesh, pra ti e goditur ndërkohë që ke qenë me shpinë dhe nuk ke reaguar, ndërkohë që ke vazhduar jetë tërhequr dhe ke vajtur në spital. Pra e gjithë kjo situatë nuk mund të përfshi ty në kryen e një vepre penale në moment që ti nuk reagon. Pyetja ime avokat është si ka mundësi policia e shtetit mund bëj domethënë procedime të tilla penale. Po është ajo që unë përmenda në fillim, pra kur policia udhëhiqet nga urdhra, se kjo duket që është me urdhër. Pra që ti të referohesh në prokurori është dhe një urdhër që ti të referohesh sepse nuk në bazë të provave nuk mund të kallëzohesh. Patjetër që bie, sepse kjo është themelin, nëse ti si organizatë e policisë shtetit nuk vepron sipas ligjit, atëherë ti je shumë relative në veprimet që do bësh. Nesër mund të më kallëzosh edhe mua, sepse u paraqita sot e emisioni jot për shkak, mund të kem një kallëzim penal, sepse në këtë nivel po bien. Patjetër. Pra po përdoret policia e shtetit për presion. Nuk është se du me ja ditë në diçka se i humbe besueshmëria apo jo, ato se kanë shqetësim këtë. Kemi shumë të qartë. E ka i fjalë populli jon dita mirë duket që me mjes. Dakor? Shiko, ky zotnia që sa ka filluar detyrën, kështu do me fillu. Ky e ka e dha mesazhin e vet. Dakor? Nga krau dhe sa vjet ke që bë protesta? 15 vjet. Dhe sa akuza ke marrë për goditje ndaj policisë për shkak detyrës? Pra, ai dita mirë duket që me mjes është shumë e qartë. Kur njet. Dhe në rastin tënd personalisht, apo në rastin për shembull zotit Boçe me radhë, është shumë e qartë që publiku nuk e ha këtë që këta godis kanë policinë. Por se s'du t'i hyje andrallave li të futen këtë klauzola, se ka dhe element tjetër më. Se në një moment nxehtësia mund ta goda, po çfarë do të me shpuar me skafandër, me parzmore, me veshje, po çdo i bësh, e kupton, ku asgjë si bën dot. Asgjë. Do ndërhyja vetëm për të dhënë një rast, për të dhënë një rast flagrant. Po çfarë do jetë kjo një protestë në goditje për shkak të ata këtë e bën thjesht për të heqë vëmendje, për të bërë diversion, për të heqë çështjen që këtu paska vetëm protestues që janë sulmuar nga policia, jo paska dhe policë sulmuar. Siç morën dhe policë, ndjes se ju ishit më shumë atje ke trauma të ditë. Ata policët që çuan këtë trauma, çfarë dëmtimesh kishin ata? Po jo më asgjë ishte show, vetëm për ta besfor lamllari për të bërë që të kesh statistikë që tu nuk e çesh ata apo bënin dallat. Unë kam prandaj e bëjnë. Për të bërë një diversion, për të bërë një llogari, be thonë që ja kishim dhe kaq policë të dëmtuar kurse janë të dëmtuar hiç. Pra për të fabrikuar dhëna. Dhe kjo është puro propaganda, si gjë tjetër. Okej, do të shkojmë në hapësirë publicitare, i kthehemi me Marin Glenin në rastin specifik që ka Marin Gleni për të na treguar edhe për temën që preku faktikisht doktor Ali Mehmeti, sepse gjithmonë jemi mësuar pas çdo proteste u vran kaq policë etj. Ne kemi qenë te ushtaraku vetë se rradhe dhe kemi parë diçka që do ja u tregojmë pas publicitetit. Jemi rikthyer në studio për pjesën e dytë të emisionit. Marin Glen po thoje diçka edhe në lidhje me fabrikimin e fakteve dhe akuzën që të ka ngritur ty Aulon për goditje për shkak detyrës. Unë jam dënuar në mungesë, ka pat një proces gjyqësor me të njëjtën nen, pra goditje për shkak detyrës, dhe jam dënuar duke ju referuar një rasti tjetër, pa asnjë provë, pa asnjë fakt, pa asnjë policë dëshmitar, pa asnjë policë që vjen thotë po Marin Glen Doçi më ka godit mua me mjet piroteknik, me lëndë shpërthyese piroteknik. Domethënë në 1 minutë do ta përmbledh shkurtimisht. Në një protestë gjatë vitit 2018, unë kam marrë pjesë unë,
ka patur përplasje, ka patur gjuajtje me këto mjetet piroteknike dhe pas përfundimit të asaj proteste kam qenë një nga të arrestuarit, ku kam bërë edhe një muaj burgim, pastaj jam lënë i lirë. Dhe në vitin 2020 është pushuar çështja. Pastaj në mënyrë të habitshme në 2021 është rihapur çështja po nga i njëjti gjyqtar, Ogert Hoxha, i cili më ka dënuar në mungesë pa asnjë lloj njoftimi me 6 muaj burg për shkak të këtij nenit, goditje për shkak të detyrës. Ideja është që unë nuk kam nuk del asnjëri që të thotë po unë jam goditur, unë jam i dëmtuar dhe asnjëri që të jetë dëshmitar që po Mariglen Doçi ose një fotografim ose një video që ky personi ka gjuetur me lëndë piroteknike. Dhe sipas dosjes, goditja me lëndë piroteknike mund të shkaktonte një dëmtim të punonjësit policisë, pasi në 2018 një punonjës e policie ka qenë një rast tek Vasil Shanto, ku punonjësja policisë ka ndërhyrë për të mbrojtur skavatorat që po i shemnin shtëpinë dikujt në Vasil Shanto dhe ka shpërthyer një kapsol dhe aty ajo ka kap me dorë, ka pas një dëmtim të lehtë, mos gaboj, diçka e tillë tek gishtat, tek gishtërinë dhe pra duke u referuar një çështje tjetër, jam dënuar unë me goditjen për shkak detyrës, që nuk dihet se kam goditur, nuk ka një dëshmitar se kush është goditur, jam dënuar mungesë me 6 muaj burgim. Normalisht që unë kam ndërmarr hapa ligjor për ta rikthyer çështjen në afat, për ta ndjekur në gjykatë të apelit e me radhë dhe ndodhem aktualisht në këto lloj procesesh. Absolutisht zvarritje. Që nga 2018. Dhe siç pra duhet drejtësisht vëmendje fabrikimin e fakteve. Këta janë shumë të aftë të nderuar avokat. Ti ke qenë te spitali ushtarak atë vite, sepse kam qenë gjatë gjithë kohës. Edhe për mua po ke taku dhe protestuesit tjetër Tuga. Po, Gentian Tuga, ka pas disa të dëmtuar. Jo, Zotin Gjaloshin Shabon e kam takuar. Iliri tha për çështjen e policëve. Ti ke sjell një video. Po, un kam sjell një video dhe janë dy momente. Është një video ku vinë 2 policë me ambulancë dhe dalin duke qeshur, po bënin gallata ata kur hapdera e ambulancës, dolën, ecën me këmbë të veta dhe e kupton këta punonjësit po qeshtin me ta punonjësit e policisë shtetit e Ushtaraku, sepse tek Ushtaraku ka gjithmonë forcë policore aty, që është pranishme. Dhe një moment i dytë, po normalisht prisnin persona ti. Jo, ata ushtruan pastaj. Si ushtruan? Këta dolën me këmbë të veta, e kanë publikuar në rrjetet sociale videon. Po shpjegoja qytetarëve se unë e di. Dhe u futën aty. Kanë dalë nga ambulanca si njerëz të dëmtuar, domethënë. Po, si njerëz të dëmtuar. Jo, dolën me këmbë të veta dhe po qeshnin. Po tregonin një histori njëri tjetër. Dhe momenti i dytë është 5 minuta pas kësaj, vjen fugoni policisë dhe sjell një tuf me policë, që zbresin kështu si forca speciale dhe futen brenda. Në atë moment jam futur edhe unë brenda Ushtarakut. Domethënë edhe kjo është me video, është publikuar nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Kjo video është në rrjetet sociale, zoti Ndoka. Dhe unë kam hyrë brenda dhe ata u futën në një dhomë dhe kanë nxjerr këtë djalin, pikërisht këtë Shabon, e kanë nxjerr nga dhoma ku ishte për të futur këta njerëzit, sepse po vinte besfor lamllari. Për mi taku policët. Po, këta policët me kpucë, me baltë, me gjithë, u shtrunte ata kërvatët dhe po përgatisnin këtë show-n, po dhomën, e nxorën këtë djaloshin dhe e kanë mbajtur në këmbë për të paktën 40 minuta, të dëmtuar me sy, ishte fryrë këtu ai djaloshi, ishte goditur rënd nga policia e shtetit, po detyrohej të firmoste nga policët, po detyrohej të firmoste një deklaratë që është rrëzuar me motor. Për këtë jam dëshmitar unë, është dëshmitar dhe deputeti i Partisë Demokratike zoti Bars Pahia. Ne kemi edhe pamje filmike të këtyre gjë, pra i kemi filmuar dhe ajo që bëri habi mua është ardhja e ministrit, shkoj aty, po bënte muhabet, momentin që u futën kamerat për t'i filmuar, sepse në mënyrë absolute kamerat nuk lejoshin në pavionin ku ishin protestuesit që ishin të lënduar, kishte të gjakosur, Auloni ishte në gjendje shoku dhe shumë të tjerë. Gentian Tuga nuk lëvizte dot, i kishin thyrë brinjët. Kishte policë aty që e ruanin për të mos po largu dhe një moment kemi ndërhyrë me doktor Berishën që i tha, po qa po e ruan ti këtë, ky nuk rrin dot në këmbë. Si do ikë ky, si do arratiset. Dhe ky zotëria, ky ministri anonim nuk dënjoi për ta është qytetari i Republikës së Shqipërisë zotëria. Edhe zotëritë e tjerë që ishin aty, Gentianje, gjithë me radhë. Janë qytet dhe nëse ti do
të preokupon shëndeti i punojësve, që normalisht nëse do kishte punojës edhe ne personalisht do kujdeseshim për ta, ne si protestues, se në fund ditës ata janë qytetarë të këtij vendi. Ata paguhen nga taksat e tona, duhet na shërben ne, por ndoshta të forcuar, të detyruar për shkak të pagës që marrin për të mbajtur familjen, mund të bën pjesë edhe të aktrimeve të tilla ose për të mbajtur krah qeverisë, por ajo shfaqje shëmtuar nuk i takon asnjë njeriu që ka pak dinjitet. Unë nuk po them që të hedhin kapelet, por nuk duhet bën pjesë të këtyre shohut. Dërgohet që nga kanë marrë firmat absolutisht. I kanë marrë firmat policisë. Absolutisht. Djesë tash shive. Po. Se kjo është qesharaki nga në policisë. Pra, të marrë një deklaratë sikur i rrëzu nga motorri. Po. Tashti. Pikërisht kjo ishte nga motorri, ky zotëria është rrëzu o para o mrapa protestës si bja, se në protest nuk ishte motorra në protest, apo jo. Tash ky me atë syrin ashtu, me kokë që mund të ketë dhe fraktura aty. Pra u rrëzu me motor, ka syrin që nuk shet dot komplet i mbyllur etj. Dhe erdhi në protest dhe kështu i gjujti policëve se u arrestuaj, apo jo. Kështu i gjujti policëve në këtë gjendje u gjujti policëve. Unë do të hedh edhe një akuzë tjetër kundër policisë policët e hypën motor dhe ra motorri. Doktor, jam 100% i bindur. Që këtu ai duhet dali direkt nga burgu. Unë jam 100% i bindur, doktor. Sepse nuk pranoj ta firmos ai atë. Dhe unë jam 100% i bindur që ata e kanë mbajt me arrest me burg, arresti me burg për atë është politik, e kanë mbajt me arrest me burg që ai mos i tregojë dëmtimet që ka, pra mos dali nga burgu deri në moment të caktuar, deri kur të bien, të qetësohen, po. Jam 100% i bindur, sepse ai djalë ka qenë i protestues paqësor në mënyrën më absolute të mundshme. Janë të vërtet të turpshëm se si fabrikojnë prova, se si sulmojnë qytetarët, se si nuk respektojnë në barazi qytetarët, protestuesit, policët, pra se si administrata e lartë qeverisëse nuk ka ardhur t'ju pyesi zotë ministër se si jeni, sepse fundja fare keni bë gabim çuna, do dilni para drejtësisë, por a jeni mirë? Okej. Do të thonë minimumi njerëzilliku, se të paktën deri më sot ke shqiptarët kjo nuk duhet kishte mungu kurrë. Në ditët e protestës, një ditë përpara, zoti kryeministër ka qenë në Itali duke i ulë edhe një herë në gjunjë kryeministres italiane, se erdhi për të firmos disa akte, disa traktate për mbrojtjen, disa programe strategjike dhe investime strategjike. Dhe një nga arsyet që pak më parë po më thoshe Aulon, që pse dhe mediat tremben, domethënë nga ky fakt, është sepse mediat merren kryesisht me sharlatanizmin e përuljes në gjunjë dhe jo pasqyrimin. Po, gjatë gjithë ditës enjtet premte janë marrë se si Rama ulet në gjunjë dhe se si Shqipëria po lulzon fal Ramës. Pra, narrativa është e shëmtut në dy kahe, në vendin tonë dhe jashtë, sepse mendohet se në Shqipëri po ndodhin mrekullira, ndërkohë që realisht ne po përjetojmë, unë mendoj se hapi i ardhshëm duhet censura fjala. Se nuk mund t'jetë diçka më ndryshe se kaq. Mungon një kuadër ligjor. Në Itali, para një muaji e gjys, ka ndodhur një, nuk e di nëse Enri mund ta ketë ndjek, ekzistojnë në Itali, në disa qytete, disa enklava brenda qytetit, janë disa zona që quhen zona franka, pothuajse, që vetë administrohen nga qytetarë që zejnë pallate, dyqane dhe aty e okupojnë, gjithë e uzurpojnë, le të themi. Në Itali, po, në disa qytete, ku policia nuk mund të hyjë, zonat okupuara. Në Torino është Askatasuna, dodhi nami zi, do thonë si me i dalë në mbrojtje kur ishte 5 maj, kur ishin shembjet. Atje është bërë një kryengritje, Aulon, e përmasave,
aty plasën armët, dhe njerëzit më të dëmtuar kanë qenë policët, sepse ka pas një mësymje ndaj aty me të vërtet, aty kanë qenë me të vërtet të dëmtuar dhe policët nuk kanë ndërhyr. Aty mund për ligjet Dhe pra në Shqipni mungon një kuadër ligjor që mbron qytetarin nga pa drejtësia shtetënore. Kuadri besoj që është thjesht duhet ta ndjekim proceduralisht rastin, sepse si rasti Aulonit që deklaroi parë, sepse dhe ajo veprimi që ka bërë policia me referimin e Aulonit, domethënë është direkt mbasi ka deklaruar Auloni që unë ta ndjek rastin. Pra, nëse rastet ndiqen, rast pas rasti, dhe besoj dhe avokatët e personave ndaluar në gjykata apelit do ketë reflektim dhe masa do ndryshojnë, besoj unë, sepse nuk mund të kesh qasje kaq agresive ndaj protestuesve, dhe ligji vetë në përgjithësi dhe praktika ligjore dhe gjyqësore nuk mund të bash një qasje ndaj protestuesve terrorist, do të thotë ti deklarosh si terrorist dhe nesër të presësh që të ftosh njerëz tjerë në protestë. Avokat të dënon. Pra me gjithë represion, ti të ftosh qytetar hallexhin të thjesht, i thuash hajde në protestë, pra kjo është një si të duken ty se të vendimet e gjykatës. Qofse flasim për protestues dhe për provat që pretendojnë se ata kanë, sepse duhet kemi parasysh tek masat e sigurimit është një dyshim i arsyeshëm që krijon, por dyshimi i arsyeshëm prandaj është i arsyeshëm, duke qenë se duhet ketë një lidhje e veprimeve të kryera me personat. Qofse policia nuk arrin të identifikojë 3 veprimet kundërligjshme që i gjykojnë ata dhe t'i lidhi këta me persona konkret, atëherë mund t'i procedosh në gjendje të lirë, derisa ti të sigurosh provat, po jo të marrësh masa arrestin me burg. Pra masa arrestit me burg është masa më ekstreme që parashikon kodi procedurës penale. Pra edhe kodi parashikon qartë që masa arrestit në burg vendoset kur asnjë mas tjetër nuk është proporcional. Po në rastin konkret, këta janë protestues që kanë qenë përballë kryeministrisë të thirrur nga një parti politike që dyshohet se kanë kryer veprime kundërligjshme. Pra pse do të mbahen këta persona në arrest në burg momentalisht? Prandaj them që gjykata e apelit kur shqyrtoi këto masa sigurimi, besoj do reflektojë dhe do t'i ndryshojë këto masa sigurimi. Është barr në provës në rastin konkret e ka prokuroria që të provoj fajsinë e tyre, pra nuk e ka barr në provës qytetarit provoj pa fajsinë. Ky është parimi kryesor dhe është i përcaktuar në ligj. Detyrimisht, çdo person duhet ta ndjeki rastin e tij dhe veprimet e kundërligjshme të policisë duhet evidentohen dhe të kallëzohen gjithë. Po, dakord, po kurajon për t'i ndjekë dhe për t'i shku deri në fund e ka Auloni. Po të tjerë. Prandaj përmend. Po djemt të tjera, e gjithë mungon te iniciativa. Ajo frika, ajo sepse këto. Po pikërisht këto veprime këtë duan ngjallin frikën. Domethënë këto kësaj duhet të shkojnë. Parimi lirive fillon nga liria bazë, që është siguria fizike. Nëse një vend nuk ka siguri fizike, nuk i garantohet siguri fizike, se në Itali garantohet ajo. Prandaj neve kemi shprehje të llojit tjetër, patjetër që do kesh probleme është instalim frike. E para është mbijetesa fizike. Kjo është krejtësisht normale. Shumë pak njerëz arrin dhe ka përcejnë këtë dhe i vjen kundrejt këtij lloji regjimi. Dhe kjo është arsyeja që ato bëjnë. Se kujtojun në protestën e fundit të shkurtër, qofse ju mbani mend, Asoko ishte ministre e Brendshme Koçiu, mbani mend, tha nuk e garantojmë protestën. Po. Dakor? Çfarë do të thotë nuk e garantojmë protestën? Pra, nëse thotë ti ke mundësi ta garantosh se ti je ta analizojmë pak. Është kjo, ta analizojmë. E para gjë, nuk e garantojmë, do të thotë që nga kush nuk e garantoj? Bie nga policia. Se policia po sulmon protestën, e kupton? Policia ka ato garantojnë rendin. Protestën e garantojnë protestuesit, organizuesit e protestës. S'ka punë ministria të garantojë protestën. Po. E para. E dyta është qesharakët mendosh që po në ato ditë neve po dilshim dhe ishim ke bordi paqes për Gazën dhe ne do garantonim paqen, ishim një nga faktorët që garantonim paqen në Gaza, por ishim pa aftë garantonim protestën bulevard. Tashi këto janë gjërat qesharake. Pra këtu edhe një herë fasada, propaganda versus realiteti me njerëzit e tuaj. Pra këta
kena pas thënë gjithmonë edhe i miri i lagjes si ziu konakut, e kupton? Kështu bëjnë edhe këta kur vjen puna këtu. Këta janë zite shqiptarëve. Dhe erdh puna, ajo e shprehu, ky tjetri që erdhi pastaj mbrapa dhe vjen në efekt, se ky është realiteti. Pra në fund fare ditës, kur ti ke ministrët mbrëmshëm, tash e ke të zëvendës kryeministër, që thotë nuk e garantojmë dot neve protestën, për çfarë aty? Atëherë sankcionoj me ligj, nuk lejohen më protesta. Ajo po thot ty me një gjuhë që këtu nuk ka siguri fizike. Dhe këtu mund të ndodhin shumë gjëra, për shembull gjuhemi plumba gome gra. E kupton? Ke vënë re që gjuhemi plumba gome gra? Dhe kishim një protestë tjetër një zonjë të goditur në ballë. Apo jo? Edhe kësaj radhe ka pas. Senata me Tashti këto të goditur në ballë, në kokë, se po ti veni re gjitha këto janë në kokë. Dakor, nuk janë në trup, janë në kokë të gjitha. Shenjë të nge goditur qëllimshëm. Dakor? Këto janë për shkaktuar frikë, do thotë kushdo është i prekshëm, se ne kena pas ky popull tu ka pas sa rregulla, nuk preken gratë, nuk preken fëmijët, nuk preken pleqt. Ka pas sa rregulla ky popull. Kam çkam, ka qenë burr kundër burri. Gruaje. Do të kujtoj në rastin e protestës së Klodian Rashës, u sulmu me hidrant e vetme ishte, nëse nuk gaboj, Nertila Zep Haxhia. Bjonde e ulme në trotuar, nuk pranoi të largohej nga protesta dhe femër e vetme, bile ka qenë me çantë shpine, është sulmu nga policia. Çfarë viti ishte, më kujto pak, 2020, fikse, ishte pandemia, sa kishte fillu lockdown-e. Dhe se patën vra Klodian Rashën këta, dhe dolëm ne, dhe sulmi ndaj një gruaje, jo se u lidha me këtë që tha doktori. Jo, unë nuk kuptoj diçka, se është e tmeshme. Policia po investon dhe kemi parë, si është edhe Maringlin, ka agent infiltruar mes protestuesve, kemi dronat, kemi kamerat, dhe ka gjitha mundësitë dhe ata që dyshohet se po kryejnë vepra penale janë të koncentruar. Pra ke gjithë mundësinë që ti evidentosh. Në rast se do mendosh se ky është një tjetër problem, këto policë që është problem. Kjo është shumë problem, se edhe ai ka ligj për të infiltruar dhe për të marrë pjesë. Një sekond, se ai është një shtet normal. Po kjo kanë për shembull iniciojnë edhe ngjarje aty. Kja pra se për shembull zotit me Vlan Torçilla, që është sekretar seksioni këtu ke Dega 2, po afër ne. Krejtësisht paqësor dhe ky, që merret në ajër nga 3 njerëz që pastaj identifikohen si shefa seksioni me radhë, po 3 njerëz pas një lloj civil totalisht, të veshur krejtësisht normal, pa identifikim, që e hedhin sipër kangjellave tek policia me uniformë që ta marrin. Tashti kujdes. Neve mund ta diskutojmë sa dushte që policia i ka gjithmonë këto masa infiltruar, po kujdes, ky është një shtet ku ne kemi një dosje që është ku në Gjermani me u denoncu, ku njerëz të veshur me uniformat e policisë kanë marrë peng një biznesmen. Po. Dakor? Ne jemi në këtë realitet, kush më garanton mu që këta nuk janë duke na marrë peng tash, nuk është polici në veprim, por është diçka tjetër. Pra duhet ta marrim komplet në kontekst. E kisha më shumë te pjesa që i ka gjitha mundësitë mos bëjnë ndërhyrje brutale dhe nëse ka veprimet kundërligjshme, ti dokumentoj dhe ti referoj prokurorin. Ato thjesht duan të mbulojnë, ato duan thjesht të mbulojnë disa norma. Sepse ju po të shihni juve protestat e para për shembull, ato kanë arrestuar kalimtar. Mani mund njëri deklaroi unë jam djali i kryetarit të organizatës socialiste të Kukës. Thjesht po kaloja nga shtëpia, po shkoja në shtëpi. Pra zero. Një djalë të vogël të mitur që kishin kapur, i cili është komunitetit rom, që ka shpëtuar diku, që po lypte pranë xhamisë. E kupton? Hajt ta kapin, bëjmë numër. E kupton? Pikërisht, nuk është qëllimi ky, që mbarvajtja e protestës, po që këto pak falanga, këto pak numra policësh nuk janë policë të trajnuar për policim. Këto janë policë të trajnuar për gjëra të tjera. Nuk janë këta policia standarde, se shumica e forcës dërmuese të policisë nuk është kjo lloj policie, ata janë militantë të Partisë Socialiste. Pra, këto e marrin policinë si mjet politik. Dakor? Dhe jo si mjet ruajtje e rendit. Dhe ky është problemi. Se po të shihni ju shumica dërmuese, jo shumë, po të gjithë dalin nga burri për arrest paligjshëm. Po. Dakor? Atëherë dikush duhet dalë dhe thotë, "Ore, kjo polici çfarë punë është duke bërë?" Po bëhet. Pra po merr njerëz nga rruga kot, e kupton? Se po të kishte qenë aty, po gjyqtari do dënonte.
Po pra patjetër, se Do të gjyqtari ka prova, ka fakte. Ata janë një junt ushtarake që kanë vendosur regjimin e tyre dhe kanë e diramën do të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi për pjesën e tretë të emisionit dhe të fundit me një pyetje. Kam vetëm një pyetje për të ftuarit. Çfarë do të bëjë Partia Demokratike, çfarë do të bëjë opozita me protestat e radhës? Pra, do vazhdojmë me të njëjtën linjë apo do ketë një përgjigje tjetër, një përgjigje më të kompozuar? Kjo është një pyetje që kam për panelistët, publicitet. Jemi rikthyer në studio për pjesën e tretë të fundit të emisionit. Ç'do të bëjë Partia Demokratike në protestën e ardhshme? Sepse policia e tregoi që ju tha protestuesve para, ju mund protestoni vetëm në Kafaz, pra tek bulevardi i Dëshmorët e Kombit dhe nuk mund të shkoni rreth e qark Tiranës, sepse për disa gazetarë të oborrit, Marin Glen, doktor, më thanë që shikoj janë shqetësuar turistët në qendër, se kur keni bëj protestë, ka pas gaz lotësiellës dhe këta i kanë shkruajtur letër ministrit Mrençëm dhe drejtorit policisë. Po dhe ne kemi ardhur për turizëm dhe nuk kemi ardhur që të marrim gaz lotësiellës. Një. Dhe së dyti me datë 17 prill. Urdhë? Mos ta hedh. Po pra, po jo e kemi fajin ne. Dhe me 17 prill ka pas një koncert te Piramida dhe domethënë rrezikoi, prandaj duhet shaloheshim neve në bulevard që mos të kishim domethënë probleme protesta. Tani kjo është situata dhe këta e kanë përcaktuar që ne duhet protestojmë vetëm me fjalime. Nuk mund të protestojmë më me dufe ose me godit shkallë këto pllakat e kryeministrisë. Pra këta mund na godasin ne me njerëz, ne nuk mund godasim pllakat e kryeministrisë. Ç'mendon ti për këtë? Sheve, qartësisht ne jemi një lloj autokracie. Çfarë do të thotë? Nuk je diktaturë totalitare, siç ishi përpara, që do të thotë boll thoje diçka fjalim se fjalë caktuar, shkojsh atje ku nuk thesh më, por ti duhet të bësh aq opozitë saç themi ne. Pra ne vendosim nivelin e opozitës të pranueshme që është për këtë vend, pra ne do vendosim sa do janë numrat e tuaj deputetëve. Po. Ne do vendosim se sa deri ku mund ta bësh ti protestë, po ja pra ka protestë, po kaq sa duam ne. Kjo është diferenca e diktaturës autokratike nga diktatura totalitare. Kjo është diferenca. Ne jemi ke kjo e para. Dhe në fakt kështu dolëm dhe një nga një raport evropian, kështu na tha, autokraci tha jemi. Nuk jemi demokraci. Jemi autokraci. Dhe në fakt kështu jemi. Kjo është realitet. Në këtë aspektu, nuk to janë gjëra të vogla kështu, dhe zorën than dy turistë kështu, than një koncert ashtu. Jo, problemi te turistat është që ne kishim ca turista që erdhën protestë. Kujt ja shet këtë? Sa radhe. Prandaj po pyes. Kujt ja shet ta? Prandaj po këtë askush se blen. Kjo është thjesht për diversion. Që neve të harxojmë kohë, qoftë edhe 30 sekonda, të harxojmë kohë me këtë gjë dhe mos të harxojmë me mesazhet e vërteta. 31 minutë, 2 minuta, t'ja heqësh vëmendje tjetër. Shive. Unë vi nga një fushë ku ne dim se çfarë do të thotë vendimarrje, nga pikpamja neurobiologjike. Dhe sa më shumë informacione i jep, sa më shumë e bën televizin nga një sy, aty i hik vëmendja. Dhe njeriu nuk e kupton dhe hutohet. Po. Kjo është pjesë e hutimit, kjo është pjesë e lojës që ata bëjnë. Pikën e rëndësisë nuk ka ajo që jetë. Zero. Se digjet Brukseli, digjet Parisi, digjet Athina, digjet Roma, nuk ka. Do të thonë, shtetet europiane kanë treguar shumë qartë që kanë shumë nivele shumë ekstreme. Tash e vërteta tjetër kush është? Që në këto shtete, duke qenë se ka një siguri fizike, duke qenë se ka një siguri shtetërore, ka ca siguria juridike e me radhë, ekzistojnë dhe sindikatet, ekzistojnë dhe organizatat jo qeveritare, ekzistojnë grupazhet e njerëzve, cilët i bëjnë këto. Tash fatkeqësisht në Shqipëri nga asnjë nga këto nuk ekziston. Pra ekzistojnë letër kështu si parim, por nuk bëjnë asgjë. Gjitha i kanë rënë kurrizë opozitës. Gjitha do t'i bëjë opozita. Dakor? Dhe fatkeqësisht kështu është. Çdo gjë është politike në Shqipëri. Çdo zgjedhje. Në këtë logjik këtu, meqense pyetjen e kishe ato që the përpara nëse mundem me laborumbit të. Fal, ajo është pyetja pra, çdo të bëjë opozita. Un kam qenë gjithmonë i mendimit tashmë prekosh që përpara se të kishim protesta. Që protesta duhet ishte kombinuar brenda dhe jashtë parlamentit. Se në fund fare krimi po bëhet aty brenda, se atje ju mbrojt mandati Belinda Vallukut, po, jemi shumë të qartë, aty nis gjithçka. Nga grupi i deputetëve, do e mendojnë ata se si protestojnë aty brenda të mbështetur nga ne jashtë, sepse kështu duhet të shkojë kjo punë. Por unë besoj tek protestat e vazhdueshme, të qëndrueshme, të përshkallëzuara. Pra nuk jam one stop and go. Po, të vazhdueshme. Përshkallëzuara? Po. Vazhdueshme të përshkallëzuara. Pastaj do të flasim, të ulemi. Po pra, si shkon. Pra ti por qëndrueshme.
mos Atëherë t'ja ti lëshosh je që hapësirën. Partia Demokratike të ulet edhe të bisedoj për këtë çështje. Jo, apo jo. Me vetë në vetë. Po pra. Po, patjetër. Duhet të jetë e vendosur, e qëndruar, të jetë e pranishme gjithkohës, brenda dhe jashtë parlamentit. Okej. Se krimi po bëhet aty brenda. Ata po mbrojnë krimin, ato me ligjet e tyre, jo investitor strategjik, jo etj ku bëjnë gjithë dëmet. Dhe duke qenë të qëndrueshëm gjithkohës, kjo sjell ty një vëmendje të vazhdueshme do apo s'do ti. Dhe nuk mund të jenë vetëm elemente të caktuara, për shembull një moment për plasje dhe pastaj kthehemi javës tjetër. Jo, e qëndrueshme, e vazhdueshme. Dhe përshkallëzuar. Pra nuk mund të jetë në të njëjtë, duhet të shkojë më lart. Pra, mos jetë një trajç. A vutën ju një diçka se tash se këto janë të janë kthyer në qesharak këto PS-s. Ky ministri i brendshëm Lamallari, kur u pyet për rrogat e policëve, Nuk e dinte. Jo, nuk e dinte, tha nuk e di, tha ne, por i shtohet rroga, tha, për shkak të protestave. Pra neve, ato policët duhet me na di për neve, sepse po jo japim normë se po pune. keni mundësi që të kenë të shtojnë rrogën. Ore këta duken të fortë. Realiteti i tyre është që ato mundohen me çdo kusht të marrë një fuqi duke shpenzuar energji pa para, se janë energji të mëdha financiare, ose ato grupet nuk lëvizin pa disa mbështetje nga mbrapa, disa mbështetje të rëndësishme nga mbrapa, se ne dimë që këto nuk i bëjnë policë normal. Se rrim neve, ne kemi kontaktet tona, po kemi fisin ton, po kemi krushqi, po kemi komshi, po kemi rrath shoqëror. E dimë në fare mirë se çfarë ndodh. Jo më kot marrë Blendi e di përpara se çfarë do ndodh atë ditë. Po pra, patjetër. Dakor? Patjetër. Se këto janë, ne njohim se kush është forca policore vërtet dhe ne njohim kush është forca policore infiltruar. Për protestat përshkallëzuara, e kuptova, brenda dhe jashtë parlamentit. Tani ta Do kombinuara. Të kombinuara. Maringlen, ç'mendon ti që duhet bëj PD-ja në protestën e radhës? Sepse këta janë të qartë, këta ndërhyjnë në zemër të protestës e radhës. Apo E po ndërhyjnë në parlament. Dakor, Sidomos pas protestës fundit, kur për mendimin tim nuk ishte një protestë normale, jo për vetëm se faktin që mbaroi pak më herët se të tjerat, por nuk ishte normale për shkak të ndërhyrjes brutale të policisë shtetit kundrejt protestuesve. Unë në radhë parë do të ftoja gjithë elementet opozitar, kryesisht Partinë Demokratike, që sa më shpejt bëjnë një mbledhje sa më urgjente me ndoshta këshilltar të sigurisë, njerëz që e njohin policinë e shtetit, njerëz që i dinë të gjithë, domethënë komponentët e sigurisë si funksionojnë, sepse ajo nuk ishte protestë normale Olan. Dhe Partia Demokratike duhet të marrë mendime dhe një analizë të mirëfillt nga këta ekspertë sigurisë se në këto raste ku pretendohet shkohet me këto lëvizje të qeverisë, ku pretendohet shkohet një ndërhyrje brutale ndaj protestuesve dhe në bazë të opinionit dhe të analizës tyre të krijojnë një strategji që t'i përgjigjet asaj çka ka dashur të thotë Edi Rama me ndërhyrjen brutale dhe hita, se ky është kështu, domethënë është në këmbë, është thjesht një shërbëtor i Ramës, ku kanë dashur dalin me këtë ndërhyrjen brutale që i bën protestuesve. Ti je i dëmtuar, unë kam qenë i dëmtuar. Të gjithë ata të dëmtuarit e dinë se sa e rëndë është ndërhyrja e një polici, sepse ata kanë armaturë, Aulan. Unë kam provuar armaturën atyre tek protesta Thumanes për shembull. Ata nuk kanë nevojë të godasin, vetëm po të shtyjnë ata, domethënë fuqia atyre ata njerëz stërviten çdo ditë. Dhe për një ditë vetëm siç është protesta, dhe në moment që shtyn ata nuk shtyn nuk po bien pa muk, do bish për tokë dhe ka një mesazh brenda përveç pjesës dëmtimit fizik. Ka një mesazh brenda, ndërhyrja brutale e protestuesve do të thotë shumë për mua. Partia Demokratike është në kushte emergjente. Populli opozitar është në kushte emergjente. Duhet patjetër që të mblidhen të gjithë faktorët opozitarë, siç thash edhe më përpara, të krijohet një strategji dhe një mendim i qartë se ku do të dalë Edi Rama me ndërhyrjen brutale karshi protestuesve dhe ku do Partia Demokratike dhe opozita të shkojnë me aksionin e saj opozitar. Natyrisht që kam dieni dhe kam informacion që aksioni opozitar do të vazhdojë dhe me protesta, pra nuk është e vërtetë ajo që kemi dëgjuar, që kam parë disa analiza nëpër studio televizive ku thonë që
protesta e fundit tregoi që protestat në këtë vend nuk vlen, nuk sjellin asnjë lloj ndryshimi. Kam parë një analist që thoshte që kemi një përmendte 14 shtatorin kur protestuesit domethënë morën radio televizionin, morën kryeministrisë, kanë hyrë njerëz thoshte kanë janë ulë në karrikën e Fatosnanos, në karrikën e kryeministrit me radhë. Dhe thoshte që protesta, domethënë është një gjë koti, pra nuk sjell asnjë lloj ndryshimi në qeverisje. Dhe kjo është pjesë e propagandës. Për të siguruar vetën. Po, për të siguruar vetën, absolutisht. Kjo është thjesht pjesë e propagandës, është thjesht pjesë e propagandës dhe për mendimin tim ne duhet i përgjigjemi flak për flak Edi Ramës, sepse absolutisht. Dakor. Sepse jo ka diçka zotria, ne thot populli një fjalë vjetër që gomarit duhet ja presësh Samarin siç e kërkon. Dhe ne Edi Ramës duhet ja presim Samarin ashtu siç e kërkon. Po mos është magjar. Magjar do thoshte Dibrani. Veç diçka, shive, se këta analistët, unë i takoj shpesh, kështu në debate. Takoj shpesh dhe i dëgjoj këto fjalë, u bën vite që i dëgjoj. Më pas masi ndodhin çështjet nuk ndjen më këta. E di sa herë kemi gjuhë me kedën ke protestat e bashkisë? Jam pak, ç'a do bëni, i herë në javë, ikët aty, bëhet, është pjesë e procesit ajo. A mund të them edhe diçka? Tashi që flasim neve, ai zotnia atje, për ato që ka bë vet, është atje mrena. Bashkë me 20 drejtor. Dakor? Absolutisht. Nuk ka vetëm si rrjedhoi kësaj, po multidimensionale. Jam dakord, doktor. Dhe ka edhe diçka. Këto janë arritjet e protestave. Juve thon për Thomanun kështu që edhe juve po. Absolutisht, ore na kanë dërguar njerëz për protestën e studentëve. E njëjta situatë. Po për protestën e studentëve të mjekësisë. Jo, pra që u rezultoi kanë këta. Po pikërisht, ndryshimet qeveritare shpesh herë janë sjellë kanë nga protesta. Do them edhe një fragment tjetër. Shiko, është krijuar edhe një perceptim për çështjen e çadrës së 2017-s. Realisht çadra që e suksesshme, pavarësisht pazarit Lulbashës. Më fal që po i bime vje kaq trasha. Ai ishte pazar. Prandaj çadra, energjia e çadrës, aksioni i çadrës e arriti qëllimin e vet. Prandaj ndryshoi qeverinë, solli qeverinë teknike. Besoj që ajo protesta i qëndrueshme, vazhdueshme për shkallëzuar se prandaj bëj thirrje edhe Partisë Demokratike dhe një qendresë të tillë si çadra, nuk duhet atemuar çadra, jo nuk sollet. Çadra solli ndryshimin e qeverisjes. Pastaj pazaret e tjera i di Lulbasha me Edi Ramën. Çadra solli mundsinë e uljes tavolinë atij që thot nuk ulem tavolinë. Dhe duhet patjetër edhe një version i tillë. Ç'mendon ti për se mas ne çadra protestën e tjetër radhës? Po, se protestat e radhës. Për shkallëzim, vazhdimsi, asnjë hap pas. Unë i kam thonë dhe doktorit që duhet ta mbledhi një grup të mirë dhe të marrin vendime, jo vetëm flasin. Do thonë për protestat e radhës, se unë kam një përshtypje që pas dhunës fizike të kësaj demokrature, do vi dhuna verbale drejt për drejt, do na heqin fjalën e lirë. Pra nëse ne gjën më të shtrenjtë kemi lirin, për te do luftojmë. Pra liria është si fryma. Dhe nëse më heq lirin fizike, pra ti cëno lirin time fizike, më cëno sigurin time fizike, rrjedhimisht do më cënosh edhe fjalën, çfarë mbetet më? Pra, për mua, sigurisht, vlen përballja me sa më shumë bindje. Dhe mos bindje civile, por bindje, do të thënë përballje e bindshme kundër atyre që na konsiderojnë armik. Dhe mes armish nuk është se jepet dora. Okej. Bici. Atëherë, para protesta radhës do t'japi mesazh edhe mbështetje për protestuesit, pra dalja masive do t'i shërbej, besoj, vrasjes së frikës ndoshta dhe t'i më shumë zemër pjesës protestuesve, sepse unë jam i bindur që ka shumë protestues që janë familjarë, që mund të vinë protest me fëmijë, me mosha të mëdha. Këtu do të shtoj diçka nga gjithë nga kjo dhunë e ushtruar, mos duket çudi që në një ditë fatkeqësisht mund ndodhi edhe në një rast fatal
Se me gjithë atë shtypje, me gjithë atë prani të gazit edhe të elementve tjera që janë dhe kimik dhe dëmtojnë rënd shëndetin, mund të ketë një fatalitet sepse njeriu, doktori më na e shpjegoi, nuk mund të ketë fatalitet vetëm nga gazi dhe nga, po mund të ketë edhe pjesë tjera të trupit që preken, zemra, këto domethënë çaste momentale që njeriu mund të psoj humbje jete, kështu që duhet ketë një protestë që t'japi zemër gjithë qytetarëve që të dalin të protestojnë për drejtat e tyre, absolutisht, secili dalë për veten e tij, mos dalë protestoj as për Partinë Demokratike, as për individ veçantë, për dalë protestoj për familjen tij, nëse e ndjen që është i prekur nga këto zhvillime në Shqipëri, pra negativisht, atëherë duhet dalit protestoj dhe protesta, siç e thanë edhe parafolësi, duhet jetë konsistente, pra në rast se do ketë sulm nga ana policisë, sepse kjo u pa pak a shumë tashmë, dihet strategjia e policisë shtetit, do jetë përdorimi i gazit që ka qenë ndër vite dhe tani më me strategjinë e re të mësymjes brenda protestuesve, pra jo duke i ndetur nga anët, kështu që besoj që një qëndresë më e zgjatur dhe më konsistente në vend do ishte më, pra o të sulmohen gjithë, meqense që ka kjo situatë që do të krijoj policia, të sulmohen gjithë, pra sa që janë protestues në bulevard, ti sulmojnë gjithë dhe të shohin njerëzit se me çfarë po përballen. Po. Kemi folë për protestën, si u zhvillu, si erdhi mësymja, si ndërhyri policia, po nuk kemi thënë që ne protestojmë kundër ca kriminalave aty në pushtet, që kanë kry çdo formë antiligjore, që janë tallë me taksat e qytetarëve, pra ne dalim në protest sepse ka disa kauza të rëndësishme për cilat po luftojmë. Nuk është se jemi bë profesionistë proteste sepse na pëlqen, se disi është narrativa tek njerëzit që tallen me ne, se unë atë ditë pata një moment shumë revoltues, sado ishte pres largu, por për veten tuaj, për qefin tuaj, po si ore dilet për qefin? Si për qefin? Si më del për qef njeriu në protestë? Këta komentues që janë në ushtria e patronazhistave që e kanë. Po problemi është që na vjen edhe nga këto tonët që dilni për salën dhe po dilni për qefin tuaj. Kjo gjë duhet ndryshohet, sidomos ne me për salën dhe për qefin ton dalim të rrugë e salës, nuk dalim të. Po jo, po dhe aty s'kemi dalë për qef, sepse na e kishin lënë kryetaren e partisë në arrest shtëpie. Dhe ajo ishte, e kuptoj, i dalim e përshnesim aty ishte fjala. Çështja është që në radhë parë duhet ta ndryshojmë këtë mendsinë që do të thonë, jemi një grup njerëzish që po vra shpirti protestës, po nuk pati më protestën, ose kuptoj për çfarë do flasim pastaj, sepse nëse s'ka dhe protesta dhe reagim. Do të thonë, fakti që shkojmë në protestë dhe hajmë gaz, nuk është për qef, është sepse këtu cënohen disa liri, cënohen disa të drejta të njerëzve, të qytetarëve, dhe këtu janë bë krime dhe fshihen me këto forma mësymje, me këto forma shtypje, këto krime që ka bë kjo qeveri, që bën prej sa legislatura bën, u bën 4? E 4. Do të thonë, jemi, do të thonë, pyetje retorike, po jemi realisht, ky po bën një, do të thonë, po ka një jetë gjatësi në pushtet me një qeveri që ndron hera-herës lëkurën si gjarpni, si bolla, okay? Pra këtu ne nuk dalim për qef, pra i duhet thonë njerëzve që çunat nuk na i rrafin për qef, nuk na i burgosin për qef. Dalim sepse dalim përballë një të keqe dhe nuk kemi atë përkraje që do doshin nga njerëzit. Kryesisht kjo është që duhet kaloj në këtë, do të thonë tash ti që ka ardhur ku s'ba më, sepse ti fusësh çunat, ti arrestosh paqen, ti akuzosh për akte kundër policie kur janë me video që nuk ka akte dhune kundër policie. Jemi në minutat e fundit, Ilir, do doja ta shkurtimisht fare, e ul, se do e mbyllim, e ul fuqinë e protestës, ky terrori që bën me 17 prill apo jo? Për protestën e radhës. A pret dalin më shumë, më pak, njësoj? Tendenca
Ata prandaj e bëjnë. Po. Atë lloj rrugë kanë zgjedhur, e kupton? Sepse janë shumë të qartë se po marrë dhe shkas nga keta, i atribuohet Gandit si shprehje, që në fillim do të tallen në ty, pastaj do të kundërshtojnë e pastaj do të ndjeken. Ne tash jemi qartësisht ke fazën që na kundërshtojnë. Prandaj faza tjetër dim në kush vjen. Bota u takon guximtarëve. Duhet guxu ose në let hikim pastaj ka mbyllim derën. Fito ky regjimi, bëhet komunizëm edhe i herë, hikim. Qartë. Edhe ta mbyllim këtë punë. Okej. Jo, unë mendoj që guximi në fund fare fiton. Mos ta presim që guximi do e kenë 100.000 vet. Do të dalë 100.000 vet. E kjo nuk është thjesht çështje numrash. Se sa e ndjej e shoh këtë, them që është nuk. Po sa ishin studentët e tash? Po sa ishin ti unë fumar? Po sa ishin studentë e mjekësisë? Po sa ishin ke protestat e bashkisë? Ishin këto qindrat e mia, gjithmonë këtë diskutim kishim, sa kanë qenë, sa ishin, sa i ngrejt droni. Gjithmonë njëta propagandë ka qenë, për t'ju servirur aty që të shohin nga shtëpia. Fund fare ditës, një rëndësi që ka është që guximtari më pas do vlerësu. Kjo është pika më kyçe që ne duhet ta kemi parasysh si forcë. Ai që të ka nejtë afër momentet e vështira, ai ka qenë miku vërtet. Dakor. Marinlen, shkurtimisht, 10 sekonda. Shkurtimisht, Aulon, unë në djenin time, me ato që di, aksioni opozitar do të vazhdoj në të njëjtën formë, ndoshta edhe pak më i zgjeruar, pak më i madh, edhe me forma pak më radikale. Çfarë do të them me këtë? Ndoshta bllokim rrugësh, pra për të ushtruar një lloj force dhe një lloj presioni për ta përquar zërin ton dhe kërkesat tona për qeveri teknike aty ku duhet. Pra, shiko, u përmend pak këtu që këta nuk duan Molotovin, nuk duan flakën. Efekti vizual është 50% i rëndësishëm në gjithë protestën. Pse? Sepse një francez nuk e kupton se çfarë po bërtas unë në shesh. Kam dalë në shesh për të protestuar apo kam dalë për të dëgjuar muzikë rock. Ai shikon flak, ai shikon përplasje, ai shikon pra konfrontime me policin, ai kupton që këtu ka diçka që nuk shkon. Pra, Partia Demokratike duhet t'i përmbahet dhe t'i rikthehet, dhe gjithë opozita t'i përmbahet dhe t'i rikthehet të gjitha formave që detyrojnë Edi Ramën të shkojmë drejt një qeverisje teknike dhe që hapin sytë ndërkombëtarëve për t'i ushtruar presion Edi Ramës për shkruar drejt kërkesës tonë legjitime për qeveri teknike, pasi me Edi Ramën në zgjedhje nuk shkohet. Ai ka faktuar që vjedh votat, ai ka faktuar që manipulon elektoratin, ai ka faktuar që bën gjithçka që është mundur për të bllokuar vullnetin e lirë të zgjedhjes së qytetarëve shqiptar. Avokat, mendoj këto veprime të policisë shtetit, se me këto po merrem më tepër, domethënë se u bën protagonist në protestë policia e shtetit, domethënë që domethënë aty askush nuk ka dalë për domethënë askush nuk ka dalë kundër, nuk protestohet e protestës, s'kemi fol fare në këtë emision. Po pikërisht. Tema është dhuna, më falë që ndërprej. Jo, ideja është u bën protagonist policia e shtetit pa qenë as objekti protestës, pra ata janë për mbarvajtjen e protestës, dhe kjo besoj do t'i irritoj më tepër njerëzit dhe duhet t'i motivoj më tepër për të dalë për të protestuar, për të kuptuar që policia e shtetit nuk është për të kundërvënë protestuesve, është për të siguruar sigurinë e tyre gjatë protestës. Qartë. Keda për të mbyll, një mesazh të fundit. Mendoj se secili prej nesh dhe secili qytetar duhet të ketë si moto për veten e vet, edhe sikur një i fundit mbesi, ai do të jetë unë. Okej. Ky ishte emisioni për natën e sotme. Unë falenderoj doktor Ilir Ali Mehmetin që ishte me mua në studio, falenderoj doktor Keda Kacelin, Mariglen Dolçin dhe Henry Bicin. Ju rikujtoj që ky emision ritransmetohet edhe nesër në orën 14:30, po ashtu edhe gjatë fundjavës. Ne këtu do jemi sigurisht që do të shikojmë protestat e opozitës. Zoti Berisha ditën e sotme ka paralajmëruar protestën e radhës pa një datë caktuar, por ka thënë që do ketë një protestë më të fortë në Pardje, në Foltore. Unë kam qenë personalisht aty, tha protestë proporcionale. Prandaj shkova në Foltore vetëm me dëgju këtë fjali. Mbetet gjë tjetër, vetë se ju them natën e mirë.